edhe kemi pas, po jo shumë, 2-3 shok. Tash për tash, mendoj që nuk ka shoshni, po ka interes. Jo veç interes, ka edhe shumë xhelozi. Nëse pak ti je më mirë, se ajo nuk dëshiron me të pa ty më mirë se vetë. Përveç se familja jote, që donë me të pa më mirë, unë nuk besoj shoqëria kur një jetë. Edhe po shoh raste plot e për plot, ka ardhur deri te shkatrimi edhe i martesës, shkaku i shoqës. Apo edhe kundërta shkaku i shokit. Po. Kjo është mendimi im. Kur fole për shoqe, a ke pas shoqe në këtë rast që e ke di që është të xhelozu? Po, kum pas shumë. Edhe? Që shka përfundu shoqëria? Apo s'ka përfundu fare? Edhe ka përfundu krejt, as nuk foli, as seq, jemi largu. Po. Për që ato shoqëria e sotit... Shok, a ke pas? Po, në shkollë, kum pas shoqëni, apo thamë se unë i takoj viteve 85. Po? A mu atëre shoqënia ka qenë shumë më e sinqertë se tash. Po. Shumë. Nuk ka pas xhelozi se kemi qenë gati se po thoj se krejt si njëjtë. A tash për tash ka shumë xhelozi edhe ka shumë interes. Edhe nuk dënë shoqja aty me të pa ma mirë se vetë kur njët. Ato, une për dëgjoj edhe Agnesën, për shof që po thëtë s'kam këtëm, po edhe Agnesa vetë nuk besoj që edhe kjo që është që nuk xhelozon. Ani, po thot për mes ekranit, mo kështu. Jo, Agnesa u tregua sinqert edhe në fillim për vetën e vet, pastaj tregoj që nuk është ma, tregoj që ka qenë. Agnesa foli, po. Unë pëlqeve shumë se ti prej fillimit thoj, kjo është mendimi jam, unë nuk kam qef edhe unë pëlqeve që shumë kje e sinqert. Edhe unë po thëmë që tash për tash shoqet sinqert, është mendimi jam, nështë edhe muj me gabu veç shapo shaf, jo. Po, sigurisht. Faleminderit shumë. Gjdo të mirë. Shëndet, shumë faleminderit zonë nga Gjilanit, për shëndet, tonë, për qafime. Mirë.